Në mëngjesin e së hënës, tensionet që prej ditës qarkullonin mes Albës dhe Bies shpërthyen më në fund në sy të gjithëve. Atmosfera kishte qenë e rënduar, por askush nuk e kishte imagjinuar se situata do të degradonte aq shpejt. Debati filloi me zë të ulët, pastaj u kthye në akuza të drejtpërdrejta, derisa një moment i papritur i bëri të gjithë të ngrinin syt nga ç'po ndodhte. Në përpjekje për t'u larguar nga përplasja verbale, Alba lëvizi me nxitim. Në atë çast, shtylla e tensionit emocional u kombinua me një lëvizje të pakontrolluar dhe asaj i rëshiti këmba. Bia, që ndodhej shumë pranë, u godit lehtë dhe humbi ekuilibrin. Brenda sekondave, Bia u gjend në tokë, e tronditur dhe e paqartë për atë çfarë kishte ndodhur. Të pranishmit reaguan menjëherë, disa u munduan t'i ndanin, të tjerë u përpoqen të qetësonin situatën, por ajo që kishte nisur si një debat i zakonshëm tashmë dukej se kishte marrë për masa shumë më serioze. Rënia e Bies dhe paniku i çastit vetëm sa e agravuan situatën. U dëgjuan diskutime të nxehta, interpretimet nisën të ndryshonin nga personi në person dhe fjalët mas disiplinore u përmendën disa herë nga ata që e njihnin mirë mënyrën si funksiononte administrata e atij institucioni. Në korridore filluan të qarkullonin zëra për pezullime të mundshme, hetime të brendshme dhe masa të menjëhershme për të sqaruar fajsinë dhe përgjegjësinë. Në sfond nuk mungonin as thashethemet, të cilat shpesh lindin në situata të tilla. Disa madje përmendnin mundësinë e ndërhyrjeve jo formale, të tipit zarfi zi, që zakonisht përfliten si tentativa për të zbutur ndëshkimet apo për të ndikuar në vendimet zyrtare. Megjithatë, këto mbeteshin vetëm zëra të pakonfirmuar, të lindur nga atmosfera e ngarkuar dhe nga prirja e njerëzve për të dramatizuar çdo konflikt. Ajo që mbetej e qartë për të gjithë ishte fakti se ngjarja kishte kaluar përtej një incidenti të thjeshtë. Tani kërkohej një sqarim i plotë, një analizë objektive e asaj që kishte ndodhur dhe mbi të.